Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij Johani, ka marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare me temë Teologjia ortodokse dhe ontologjia e teknologjisë, pasojat antropologjike, politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore që po mbahet në Selanik. Kryepiskopi ka referuar temën alienimi digjital dhe terapeutika ortodokse, një qasje pimantike ndaj teknologjisë. Kryepiskopi Johan ka ngritur problematikat e mbingarkesës nga teknologjia dhe çrregullimet që ajo sjell, si disrregullim emocional, ose paaftësinë për të menaxhuar mendimet në çrregullimet psikotike, ose paaftësinë për të menaxhuar impulset në varësitë. Mund të propozohet që tradita asketike e abstinencës të zgjerohet në marrëdhënien tonë me teknologjinë, një asketizëm digjital, duke përfshirë periudha shkëputje dhe kufizime të ndërgjegjshme, mund të ndihmojë në kultivimin e një marrëdhënie më të lirë me teknologjinë. Së fundi, misteri i rrëfimit, si një praktike vetnjohjes dhe përgjegjshmërisë, mund të kontribuojë në trajtimin e varësive digjitale. Fort lumturia e tij deklaroi se teknologjia kërkon aftësi specifike dhe kur përdoret nga të sëmurët shpirtërisht, ajo mund të përshpejtojë lëvizjen kundër natyrës drejt të alienimit, narcisizmit dhe sipërfaqësisë. Kryepiskopi Johan tha se duhet të transformohet mënyra se si e përdorim teknologjinë për qëllime që harmonizohen me vullnetin e Zotit.